Shqipëria renditet ndër vendet me barrën më të lartë të shpenzimeve direkte për shëndetin në Ballkanin Perëndimor, duke reflektuar mungesë stabiliteti në mbrojtjen financiare që sistemi publik u ofron familjeve. Kështu tregojnë të dhënat e anketës Sekurimetri 2025, të realizuar nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal. Sipas rezultateve, 57% e familjeve shqiptare shpenzojnë nga 1 deri në 10% të ardhurave të tyre për vizita mjekësore dhe barna, përqindja më e lartë në rajon për këtë kategori. Kjo tregon se shumica e qytetarëve përballen rregullisht me pagesa nga xhepi sa herë që kanë nevojë për shërbime shëndetësore. Situata bëhet edhe më shqetësuese për 27% të familjeve, të cilat deklarojnë se shpenzojnë mbi 10% të ardhurave për shëndetin. Ky nivel konsiderohet kritik nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, pasi rrezikon varfërimin e shtresave me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Ndërkohë, vetëm 9% e familjeve shqiptare arrin të mbajnë shpenzimet shëndetësore nën 1% të ardhurave, shifra më e ulët në Ballkanin Perëndimor dhe nën mesataren rajonale. Ky tregues sugjeron se mbulimi falas ose me kosto minimale mbetet i kufizuar për shumicën e popullsisë. Ekspertët vlerësojnë se kjo situatë lidhet me mbulimin e pamjaftueshëm të barnave të rimbursueshme dhe dobësitë në shërbimin shëndetësor parësor. Në kushtet e inflacionit dhe rritjes së kostos së jetesës, mbi 84% e shqiptarëve që paguajnë nga xhepi për shëndetin mbeten të ekspozuar ndaj pasigurisë sociale, ndërsa kostoja e kujdesit shëndetësor pritet të mbetet një nga sfidat kryesore për familjet edhe në vitet në vijim.